Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka mbajtur fjalën e tij në tryezën e organizuar nga Partia Demokratike me pjesëmarrjen e partive të opozitës, përfaqësues të shoqërisë civile dhe intelektualëve, duke cilësuar këtë takim si një moment paracaktues për të ardhmen e vendit. Në fjalën e tij, Berisha falenderoi të pranishmit dhe theksoi rëndësinë e ndërtimit të një fronti të përbashkët opozitar përballë asaj që ai e quajti situatë kritike në të cilën ndodhet Shqipëria. Sipas tij, bashkimi i forcave është përgjigjja më e duhur dhe përgjegjësia më e madhe ndaj vendit dhe kombit. Berisha më tej akuzoi qeverinë aktuale dhe kryeministrin për krijimin e një narkoshteti, duke deklaruar se sot Shqipëria vlerësohet si një rrezik për Europën. Ai solli në vëmendje vitin 2025, të cilin e cilësoi si një periudhë të errët, ku sipas tij vendi u mbush me plantacione kanabisi. Sipas kreut të Partisë Demokratike, në atë kohë propaganda qeveritare paraqiste kultivimin e kanabisit si një alternativë zhvillimi ekonomik. Pari sipas Organizatës Kombeve të Bashkuara, Shqipëria është eksportuesi kryesor i kanabisit në Bashkimin Evropian. Zën vendin e parë. Së dyti, zhvillimet e këtyre 2 viteve të fundit kanë faktuar në mënyrë të pakundërshtueshme se trafikantët shqiptar, kartelet shqiptare të kokainës përcaktojnë çmimin e këtij helmi në Europë. Dhe çmimin e përcakton ai që sjell më shumë, ai që është aksioneri më i madh. Dhe aksioner më i madh janë bashkëpunëtorët e Edi Rams, Franz Çopja dhe grupe tjera të cilat ne as nuk i dim, po unë vetëm një emër, vetëm një dhanë do t'u jap ju. Në Paraguay, një super trafikant i quajtur Diego Benitez, i cili disponon në vit 350 ton kokain, bashkëpunon jo me një, por me 41 klane shqiptare. 41 klane shqiptare. Ju garantoj se po kaq famëzi sa që janë në Europë, klanet shqiptare të drogës me mbështetje nga qeveria shqiptare janë, edhe koha do provojë, edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe në Australi, edhe në Azi dhe në vende tjera. Ato janë bërë sot transportuesit kryesor të kanabisit, të kokainës. Miliardierët më të shumë të kokainës. Kurse shqiptarët, qytetarë shqiptarë, përjetojnë një narkodiktaturë. Berisha më tej deklaroi se asnjë vend tjetër evropian nuk ka provuar sipas tij ndikim shkatërrimtar të parave të drogës si Shqipëria, duke shtuar se sot vendi, ndonse antar i NATO-s, perceptohet si një rrezik për sigurinë europiane.